Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Tragjedia e nipit të Nehat Kullës, ja çfarë fshihet pas ngjarjes. Tragjedia e nipit të Nehat Kullës, një ngjarje tragjike që përfshiu nipin e Nehat Kullës, tronditi krejt opinionin publik dhe ngriti shumë pikpyetje. Që prej momentit kur lajmi u bë publik, reagimet kanë qenë të forta, ndërsa detajet e pakta të zbuluara kanë lënë hapësirë për dyshime, interpretime dhe kërkesa për më shumë transparencë. Në qendër të vëmendjes nuk është vetëm dhimbja e një familje, por edhe nevoja për të kuptuar saktësisht çfarë ndodhi. Sipas informacioneve të para, ngjarja u raportua si një incident i rënd me pasoja fatale. Autoritetet njoftuan se po hetohen të gjitha rrethanat pa përjashtuar asnjë pistë. Megjithatë, mungesa e detajeve të qarta dhe heshtja institucionale në ditët pasuese kanë shtuar dyshimet në publik. Pyetja që shtrohet gjithnjë më shpesh është: a ishte gjithçka një aksident tragjik, apo ka elementë të tjerë që ende nuk janë bërë të ditur? Familjarët të tronditur nga humbja kanë kërkuar përgjigje. Në deklarata të kujdesshme, ata kanë theksuar se duan vetëm të vërtetën, pavarësisht sa e dhimbshme mund të jetë ajo. Heshtja është më e rëndë se çdo përgjigje, është shprehur i afërmi, duke nënvizuar se paqartësia po e thellon edhe më shumë plagën e humbjes. Nga ana tjetër, ekspertë të sigurisë dhe juristë kanë theksuar se raste të tilla kërkojnë hetim të detajuar dhe kërkojnë kohë. Sipas tyre, çdo përfundim i nxituar mund të dëmtojë procesin dhe të krijojë konfuzion. Ata theksojnë rëndësinë e analizimit të provave, dëshmive dhe rrethanave përreth ngjarjes për të arritur në një përfundim të bazuar në fakte.